Mjeku i jep urdhër, jap se nuk duhet të flini kurrë me flokë të lagur. Dhimbje koke. Thjetja me flokë të lagur mund të shkaktojë dhimbje koke. Kjo ndodh pasi gjatë gjumit temperatura e trupit të rritet, duke krijuar një çrregullim ndërmjet temperaturës së sipërfaqes së skalpit dhe lagështisë së flokëve. Me siguri të nesërme në mëngjes ju do të zgjoheni me dhimbje koke. Infeksione. Jastëku është ajo pjesë e shtrojës ku akumulohen baktere, qelizat të vdekura të lëkurës dhe vajrat e trupit të njeriut dhe papastërtitë të tjera nga mospastrimi i grimit, dhe kontakti drejt për drejt i flokëve të lagura me jastëkun krijon terrenin perfekt për zhvillimin e infeksioneve të ndryshme. Këputja e flokëve. Shpeshherë themi që rënja dhe këputja e flokëve ndodh si pasojë e një diete ushqimore të varfër, por ky nuk është justifikimi i duhur. Thjetja me flokë të lagur ndikon drejt për drejt në këtë fenomen.